Jeta private e Ledri Vulës dhe Gjensila Myrtezajt ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe fansave, sidomos pas ndarjeve të tyre të fundit nga partnerët. Më këto zhvillime, dy këngëtarët shqiptar janë në qendër të thashëthemeve për një lidhje të mundshme mes tyre. Gjensila, e cila është shkëputur nga aktori i njohur i humorit Bes Kallaku, dhe Ledri, i cili i dha fund lidhjes me blogeren Sara Hoxha, duket se janë parë së bashku në disa raste të fundit. Gjensila dhe Besi kanë 2 fëmijë, Ajka dhe Amen, ndërsa Ledri ka një vajzë, Poem Blu, nga lidhja e tij me Sarën. Kjo situatë njëkohësisht ka ngjallur interes të madh për jetën e tyre private nga ana e publikut. Raportet e fundit sugjerojnë se Ledri dhe Gjensila janë parë shpesh në qytetin e Prishtinës, duke kaluar kohë së bashku në disa lokale të njohura. Këto takime kanë ngritur dyshime dhe spekulime për një romancë të re mes dy artistëve, e cila ka bërë xhiron e mediave sociale. Shumë fansa po spekulojnë rreth natyrës së marrëdhënies së tyre, duke u interesuar nëse kjo është një histori dashurie e vërtetë ose vetëm një strategji marketingu për promovimin e projekteve të ardhshme muzikore. Mediat lokale kanë raportuar se dyshja janë duke punuar për një këngë të re, dhe ndoshta kjo është arsyeja pse po qëndrojnë vazhdimisht në vëmendje. Një burim i afërt me dy artistët ka zbuluar se qëllimi i takimeve të tyre është promoverimi i këtij projekti muzikor. Sipas këtij burimi, Ledri dhe Gjensila dëshirojnë të krijojnë pak shurmë dhe interesim për këngën e re në mënyrë që të arrijnë sa më shumë dëgjues përpara publikimin. Takimet e tyre në Prizren, ku ata janë parë duke shijuar atmosferën së bashku, gjithashtu nuk kanë kaluar pa u vënë re. Këto pamje kanë nxitur më shumë thashëtheme, por duket se artistët duan t'i mbajnë gjërat e qarta, duke mos konfirmuar asgjë përfundimisht për jetën e tyre personale. Diskutimet rreth lidhjeve të artistëve të njohur në vendet ballkanike janë gjithmonë në fokus të një audience të gjerë, e cila me padurim priste të dijë më shumë. Të bësh pjesë të një rrethit artistik shpesh sjell sfida dhe përfitime, veçanërisht kur vjen puna te imazhi publik. Duke e mbajtur publikun në pritje, Ledri dhe Gjensila duket se kanë zbuluar një strategji të mençur për t'i mbajtur njerëzit të interesuar. Për fansat e tyre, ky zhvillim është një mundësi e shkëlqyer për të parë një bashkëpunim të ri, ndoshta edhe një këngë që do t'i mbetet në mendje për shumë kohë. Pas të gjitha këtyre zhvillimeve, mbetet për t'u parë se si do të reagojnë Ledri dhe Gjensila ndaj këtyre thashëthemeve dhe nëse do të zbulohen më shumë detaje rreth lidhjes së tyre, qoftë si koleg ose si partner. Një gjë është e sigurt, publiku do të ndjek me tmerr çdo hap të tyre në këtë histori të re që ka ngritur shumë pyetje dhe pritshmëri.